fare, sikurse dhe ju e tha, do të jenë vetëm deputetët e mazhorancës të pranishëm, dhe në fakt janë këto deputetë që le të themi janë shënjestruar nga ana e protestuesve, të cilët janë vendosur përpara kuvendit. Vetëm pak minuta më parë ka pasur edhe disa tensione ku protestuesit kanë hedhur vezë dhe shishe ujë në disa makina zyrtare të ministrave, teksa kanë kaluar për të futur drejt parlamentit. Që prej orës 10:30 qytetarët kanë nisur të grumbullohen përpara kuvendit në shenjë proteste, ndërsa kanë bërë thirrje të vazhdueshme për dorëheqje të kryeministrit Edi Rama dhe largim të qeverisë. Në fakt, thirrje këto të cilat i kemi dëgjuar tashmë prej 50 ditësh në protestat e përditshme që kanë zhvilluar, por protestat, sikur se kemi ndjekur, nuk kanë qenë të përqendruara vetëm tek kryeministria, ku aty padyshim ka qenë përqendrimi kryesor, por kanë qenë të përqendruara edhe në institucionet kryesore të vendit, ndaj të cilave qytetarët thonë se po bëhet padrejtësi. Po ashtu edhe kur ka pasur seanca plenare, qytetarët janë mbledhur përpara kuvendit me thirrje të ndryshme, por gjithashtu kemi dëshmuar të paktën e në protestat e mëparshme kur qytetarët janë mbledhur përpara parlamentit, një dhunë policore që është ushtruar ndaj tyre, teksa ishin duke protestuar dhe duke artikuluar vazhdimisht thirrjen për dorëheqje të kryeministrit Edi Rama, ashtu sikurse po bëjnë edhe në këto momente. Ka pasur tensione, siç e përmenda pak më parë, kur protestuesit kanë qelluar me vezë dhe shishe ujë në drejtim të makinave të ministrave. Megjithatë, deri më tani nuk janë shënuar le të themi tensione apo skena të dhunshme siç kemi parë në protestat e mëparshme përpara kryeministrisë. Megjithatë, forca të shumta policie janë të pranishme në zonë, një gardh i madh dhe i gjatë metalik është vendosur përgjatë gjithë teritorit të kuvendit, të parlamentit, për është rrethuar me gardh metalik, ndërkohë që edhe autobot janë të pranishëm gjatë gjithë kohës, për autobot pra me ujë që sikurse e kemi parë më herët janë përdorur për të shpërndar protestuesit për t'i larguar ata nga kjo protest. Qartë. Por deri më tani ka pasur më herët edhe përdorim të gazit lotësjellës, por deri më tani kjo është situata sikurse e përshkrova. E qartë. Një tjetër zhvillim që vjen në radhët e Partisë Demokratike, Fiona, që duhet edhe ta saktësojmë, është fakti që momentalisht opozita është në mbledhje grupi, ku do të ketë një vendimmarrje për pjesëmarrje apo jo në seancë. Pra, do të shohim se si do të procedohet, duke marrë parasysh edhe zhvillimet e fundit mes opozitës dhe mazhorancës. Duhet të rikujtojmë që ditën e sotme, le të themi, ndjenjata e qytetarëve vjen po i njëjtë me ato të ditëve të shkuara, nëse i referohemi seancës së mëparshme kur zhvilluar paralelisht edhe protesta jashtë kuvendit, ndër të tjera ka një numër akoma më të lartë të efektivëve të policisë ditën e sotme. Forcat e FNSH-s gjithashtu janë angazhuar për ruajtjen e rendit dhe sigurisë të deputetëve të mazhorancës deri në këtë moment, pasi ata kanë mbritur tashmë në kuvend, ndërsa janë krijuar edhe rrugë të posaçme, le të themi, në anën e Toptanit, që nuk ka as pak prezencë të qytetarëve, apo jo? Në fakt, hyrjen dytësore pra të parlamentit ka pasur prani protestues pak minuta më parë, por më pas janë larguar, tash janë qëndruar në hyrjen kryesore të kuvendit, aty ku është pra një numër i konsiderueshëm protestuesish, ndërkohë që më herët ka pasur protestues dhe në hyrjen dytësore të parlamentit, por tashmë është bllokuar ajo hyrje nga policia dhe gardhet metalike që janë vendosur rreth e rrotull parlamentit. Megjithatë, forcat e policisë, sikurse përmenda, janë të shumtë në numër, janë uniformat blu, gjithashtu edhe forca shqiponja që janë të pranishëm, dhe që përveç gardit metalik është bërë edhe ky gard policor për të ndaluar protestuesit që të afrohen më tej në ambientet e kryeministrisë. Shohim teksa godasin sërish me vezë
Është në drejtim të automjeteve në këtë momente? Jo, është në drejtim të ministrave të cilët të deputetëve dhe të ministrave të cilët vjojnë hyrjet e tyre në parlament, teksa për pak minuta pritet të nisë dhe seanca plenare. Janë hedhur në fakt vezët nga një distancë konsiderueshme, duhet thënë, pasi policët nuk i lejojnë që të afrohen. Dhe me njerë pasi teksa ka hyrje të ministrave, të deputetëve, me njerë ka edhe një reagim të protestuesve të cilët me thirrje të vazhdueshme dhe me hedhje të vezëve i kundërpërgjigjen le të themi hyrjeve të tyre. Parlamenti Krimit është thirrje e radhës që ato po drejtojnë, ndërkohë që një numër tjetër protestuesish janë bashkuar me ta, siç e shohim me flamingo në duar, që është njëhet edhe tashmë si simbol i kësaj proteste që prej 50 ditësh po zhvillohet në mënyrë të përditshme. Vjojmë që të jemi përpara parlamentit, teksa për pak minuta do të nisë pra edhe seanca plenare, por qytetarët nuk do të largohen, të paktën kështu janë shprehur, kështu kanë vepruar edhe në seancat e mëparshme, ku kanë qëndruar përgjatë gjithë kohës përpara parlamentit. Më pas do të mbetet të shohim sipas zhvillimeve dhe curisë dhe dinamikës që do të ketë kjo protestë, nëse do të ketë shoqërime, sikurse ka pasur edhe më herët, por gjithashtu edhe tërheqje të dhunshme, kemi parë protestues që tërhiqen zvarr nga ana e policisë. Deri më tani këto skena nuk ka ndodhur. Shpresojmë që të jetë e tillë në një klimë paqësore deri në fund dhe të mos ketë lëndim të protestuesve dhe tërheqje të tyre në mënyrë njerëzore, sikurse e kemi parë në protestat e mëparshme. Megjithatë, do të mbetet të shohim se si do të jetë dhe dinamika e protestës së sotme, ndërkohë ju rikujtoj se jo vetëm sot, por edhe më datë 23, kur do të jetë edhe seanca e fundit plenare për parlamentin, do të mbahet një tjetër protest përpara parlamentit nga protestuesit. E qartë. Ndër të tjera, Fiona, a mund themi që ka një lloj angazhimi pak më ndryshe ditën e sotme nga efektivët e policisë, pra janë të shumë në numër, pam pak çast më herët në zonën e Toptani që ka edhe një autobot i cili është vendosur që duar përpara se të niste seanca. Pra ka patur përgatitje të niveleve maksimale ditën e sotme për ruajtjen e sigurisë së deputetëve apo jo? Po, është e vërtet, në fakt e përmenda edhe më herët praninë e autobotit, por jo vetëm, edhe të forcave të shtuara të policisë, të cilët janë të pranishëm, uniformat blu, forcat e ndërhyrjes së shpejtë, gjithashtu edhe shqiponjat janë të pranishëm. Është një gardë thues metalik që është vendosur përgjatë gjithë parlamentit, duke rrethuar kështu parlamentin e duke mos lejuar protestuesit për t'u afruar pranë kësaj godine, dhe gjithashtu edhe gardë i formuar nga ana e policisë, por ka edhe autobot me ujë që përdoren në rastet kur, sikurse e kemi për të shpërndar protestuesit. Nuk dihet ende nëse do të ketë dhe përdorim të gazit lotësielës apo të sprajt, që më herët janë përdorur dhe për hir të vërtetës shumë protestues kanë shfaqur dhe probleme shëndetësore për shkak të këtyre lëndëve që policia ka hedhur në drejtim të tyre. Gjithato masat janë të ashpra, pothuajse të njëjta, sikurse edhe në protestat e mëparshme, janë pra masa të shtuara për të mbrojtur kështu deputetët dhe ministrat e kësaj, por gjithashtu edhe për të larguar protestuesit dhe për të lejuar të afrohen më tej nës parlamentit. E qartë. Mirë, të falenderoj shumë Fiona për gjitha këto informacione, ne do qëndrojmë sërish në komunikim së bashku.